sot jënë në qeveri në pushtet, po nesër mund të vinë njerëz tjerë edhe do t'i vren ndërgjegja shumë. Emocionet moja, jem jarë prej Berlinit, në mbështetje të ushtrisë shërimtare të Kosovës, nuk ka të bëj kur gjë me emrat përveçëm tu, po i apeloj gjithë shqiptarët, kosovarët, i cili ka pak ndërgjegje, që nin vetën e ka gjak shqiptarit, me thonë është koha e fundit me u bashku edhe me mbrojt djemë tonë, cilët pa ta sot nuk e kishim lirin që jem të e gëzu. Po çfarë po pritni nga kjo protestë 4 merat këto tashmë kjo protestë që po zhvillohet në Strasburg të Francës? Po, si ne tu e po dhe vetë për momentin jemi qetë, jemi tu e përcjellu me thonë gjykatën, vetëm se shpresoj të shkoj mirë e t'i lirojnë, se për ndryshe na shqiptarë dina edhe pak ma ndryshe, po inshallah nuk vina në qatë situatë, se është një gjykatë e cila është të bo pa drejtësit moja ndaj e prorëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës edhe gjithë popullit shqiptar. Sa i përket qeverisë Kosovës ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag, çfarë mendimi keni për qeverinë e Kosovës? Qeverisë Kosovës i kisha thonë mi hap syt shumë, e me konë shumë vigilent, shumë kujdesshëm se çka janë të bo, se sot jënë në qeveri në pushtet, po nesër mund të vinë njerëz tjerë edhe do t'i vren ndërgjegja shumë. Do të ketë kosto shumë të mëdha për ta, nëse nuk i mbështesin ashtu si dohet. E ardhmja do të tregoj gjitha, ardhmja do të tregoj të vërtetën, se so ka po qeveria aktuale, so kanë po tjerë, edhe kush sot do të bëj.